Forcat e ndërhyrjes së shpejtë në bashkëpunim me policinë e Vlorës, si dhe sektorin e krimeve, kanë nisur në Vlorë prej mbrëmjes të së enjtes kontrolle të befasishme në segmentet rrugore, por edhe shumë zona të qytetit. Përgjatë të enjtes, FNSH dhe policia e Vlorës kanë ushtruar kontrolle në hyrje të qytetit të Vlorës në aksin që lidh autostradën Levan-Vlorë me rrugën transballkanike. FNSH ka zhvilluar kontrolle edhe në zonën e Skelës përgjatë aksit transballkanike, por edhe në rrugët që lidhin Vlorën me fshatrat e Lumit të Vlorës, si dhe radhimën apo orikumin si një e kyçe lise të qytetit. Kontrollet janë përqendruar kryesisht në mjetet e shtrenjta, si dhe automjetet me xhama të zi, cilësuar këto mjete si veturat e përshtatshme për lëvizjen dhe fshehjen aty të personave në kërkim apo shtetasve me rrezikshmëri të lartë kriminale. FNSH dhe efektivët e policisë kanë kontrolluar mjetet në brendësi me imtësi për posedim të sendeve të kontraligjshme, kontrollet për posedim të armëve, mjeteve prerëse, por edhe lëndëve narkotike. Në filtër kanë kaluar edhe drejtuesit e automjeteve, të cilët pas identifikimit dhe verifikimit të tyre janë kontrolluar edhe ata për posedim të sendeve të kontraligjshme apo lëndëve narkotike. Siç mësohet, ka patur kontrolle edhe në zonat e cilësuara si zonat e riskut. Kontrollet janë ushtruar në territor, por edhe banesa, ku ka patur dyshime për fshehjen e personave me rrezikshmëri të lartë, ndërkohë që kontrollet janë kryer edhe në vendbanimet ku ka patur informacione të siguruara në rrugë operacionale edhe nga shtetet fqinje që mund të jenë të streuar aty persona në kërkim apo ata me rrezikshmëri kriminale. Kontrollet këto, të cilat në zonat e riskut apo segmentet rrugore të Vlorës nuk janë dalur, duke u zhvilluar edhe përgjatë kësaj të premteje. FNSH dhe efektivët e policisë së Vlorës janë vendosur në Vlorë dhe do të vazhdojnë të qëndrojnë për disa ditë me radhë në qytet, duke ushtruar kontrolle fill edhe pas ngjarjeve kriminale të fundit të ndodhura, një ndër to edhe pengmarrja e shtetasit nga Kosova, ndërkohë masat të shtuara të sigurisë do të vijojnë edhe për festat e fundvitit.